Në rubrikën Sy Rama i përgjigjet komentuesi duke theksuar se shpifjet janë të rënda veçanërisht për ata që besojnë në Zot. Ai kujton parimin mos gjyko se do gjykohesh. Nga librat e shenjtë duke theksuar se pa prova akuzat janë të pavlefshme dhe të paqëndrueshme. Rama: Tashti një pyetje kam. Ku e di ti këtë? Me sa shoh je një far besimtari. Të lejon Zoti ty të shpifësh? Shpifja në librat e shenjtë është një akt shumë i rëndë. Ti do thuash që s'po shpif, por e ke dëgjuar, por prap s'do të thot asgjë. Ke ndonjë provë ti për këtë? Kush beson në Zot, duhet të jetë i pari që mos harroj një fjalë që thot libri i shenjtë, mos gjyko se do gjykohesh. Je gabim ditën dhe natën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.